بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai xhalla xhalalu. Selamet i dërgojmë mësuesit e njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Edhe sot me lenin Allah të lartësuar vazhdojmë nga shpjegimet e komentimit të Kur'anit famlar, gjithsesi surës Al-Baqara, që neve në dersën e kaluar e shpjegojmë ajetin 124, ku Allah subhanahu wa ta'ala na I tregoi se cila është rruga e Ibrahimit alayhis salam dhe se si Allahu I lartësuar e urdhëroi me obligime dhe se si Ibrahimi alayhis salatu wassalam I çoi në vend të gjitha obligimet që Allah I lartësuar e obligoi atë. Edhe në këtë ders Allahu I lartësuar na tregon pastaj për Ibrahimin alayhis salam dhe zgjerohet në disa prej atyre obligimeve të cilat Allahu I lartësuar I ka dhënë Ibrahimit alayhis salam. Dhe ne kemi thënë në fillim të tefsirit të Kur'anit që Allahu I lartësuar ndonjëherë në Kur'anin famlar kur e shpjegon ndonjë tregim e bën rezultatin e tregimit, pastaj në vazhdim të ajeteve fillon shkoqitjen e ajeteve se si ka ardhur deri te përfundimi I atij tregimi. Ashtu siç e kemi parë te surja Al-Baqara, domethënë tek kaptina ose te ajetet të cilat kanë fol për Musa alayhis salam dhe ajetet e lopës që neve I kemi shpjeguar në derset e kaluara. Ndërsa në këto ajete Allahu xhallahu ala na tregon për çabën, ndërtimin e saj dhe se si kanë rrjedhur gjërat në këtë aspekt që neve do marrim mësime, ku do I shpjegojmë 3 ajetet me lenin Allah të lartësuar. Allah azza wa jalla thotë: "Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla." Allahu xhallahu ala I thotë dhe kur shtëpinë al-bayt, pra shtëpinë e quhen çabën, Allah azza wa jalla thotë: "Ja'alna al-bayta mathabatan lin-nas." Pra çabën e bëm vend kthim për njerëzit. Wa amna, dhe siguri për njerëzit. Pra çabja, të dashur vëllezër, është e sigurt ai që futet në të, edhe Allahu xhallahu ala e ka bërë çabën vend kthim për njerëzit, pra kible e tyne, disa tefsirolog thonë vend kthim sepse njeriu nuk mundet me u ngop asnjëherë me çabën. S'mundet me u ngop. As me u ngi siç thot populli. Sa herët që e viziton atë, mallëngjehet hala ma shumë me u kthy tek ajo dhe me bëj ibadet Allahut azza wa jalla. Edhe këtë e din ata që kanë vizituar çabën. Ata që s'e kanë vizituar nuk mund ta shpjegoj. Ata të cilët e kanë vizituar çabën e din fort mirë çka do të thotë vizita e çabës dhe mallëngjimi për çabën dhe kthimin tek ajo. Për këtë edhe Allah azza wa jalla thotë: "Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nas." Çabën e kena bën vend kthim të njerëzve. Qoftë edhe për kible, po qoftë mos më mujt me u ngop njeriu me çabën, me shtëpinë e Zotit xhalla xhalaluhu. Për këtë arsye besimtari fort mallëngjehet kur e viziton çabën për më u kthy prap tek ajo. Andaj muslimani duhet sa më I ri që ka mundësi materiale me vizitue shtëpinë e Zotit çabën. Për arsye se do të pendohet me vonë, thot vonë e kom shty, është dash shumë më herët vizita e saj. Sikur se që ma bërë një plak një ditë, ka qenë në umre, mas që dalë në benzi, dhe e takova dhe e pyta si kalove, tha, leje tha hoqë, ta si ishme vanu shumë. Shumë tha isha vanu, tha, unë me shku me vizitu çabën. Për këtë edhe Allah azza wa jalla po thot në këtë ajet: "Wa yaj'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna", dhe bën vend të sigurt. Vend të sigurt. Ashtë që futet në të, është I sigurt, siç thot Allah azza wa jalla në surën Ali Imran: "Wa man dakhalahu kana amina", ai që futet në të është I sigurt. Edhe armikun kur e ka pa dikush që ja ka vrarë ndoshta vllahun, babën ose dikon prej familjarë, e ka pa në çabë, nuk e ka prek. Sepse rregullat e saj janë strikt, siç do I shpjegoj më vonë inshallah taala. Pastaj thot Allah azza wa jall: "Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla."
dhe merreni vend faljen, vend qëndrimin e Ibrahimit si vend falje. Mekami Ibrahim është ai vend i cili sot në Qabe është me i rrethuar me pllaka të xhamit në formën e trekëndshit ose në formën e katrorit, që është ka guri i zi ata që cilët e kanë vizitu, ajo është Mekami Ibrahim. E Allahu xhallahu ala po thot vend qëndrimin e Ibrahimit merrni si vend falje. Për këtë arsye ai që bën tavaf rreth Qabës, pasi që atë kryen tavafin, shkon mas Mekami Ibrahimit dhe i fal 2 rekate namaz, ku sunet është lexohet surja Kul ya ayyuhal kafirun në rekatin e parë dhe Kul huwallahu ahad në rekatin e dytë. Në rekatin e dytë bën dua besimtari. Ka për ulemave të Islamit të fsirologëve që thonë wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, vend qëndrimin e Ibrahimit merrni për vend falje, është për qëllim komplet haremit, domethënë komplet Qabja. Është për qëllim komplet Qabja, sepse ai e ka ndërtuar me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Shkak i zbritjes së kësaj pjesë të ajetit dashur vëllezër, është që Omer ibn Khattabi radhiyallahu taala anhu kur e kryen haxhin me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe vin për të bërë tavaf në Qabë, i thotë ja Rasulullah, sikur ta merrni Mekam Ibrahimin vend falje. Sikur ta merrsh Mekam Ibrahimin vend falje. Edhe Allah azza wa jalla zbret wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Edhe Omer ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu thot, Allahu i lartësuar mi pranoi 3 gjëra. Allahu mi pranoi 3 gjëra. Thot i kom thënë Rasulullah pasi që ka kryer haxhin, sikur ta merrsh vend faljen e Ibrahimit, vend qëndrimin e Ibrahimit për vend falje, Allahu e zbriti wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Pastaj thot, i kom thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, te këty në shtëpinë tënde hyn lloj-lloj njeri, hyn njeriu i mirë dhe njeriu i keq. Edhe ti ke familjen aty, familja jote qëndron me ty, sikur ti urdhëroje gratë tua të mbulohen. Allahu azza wa jalla zbret ajetin e hijabit. Allahu e zbret ajetin që më mbulu të gjithë besimtarët, të gjithë muslimanët. Dhe e treta thot, kur është fut Omer ibn Khattabi tek familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që vajza e tij Hafsa ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka këshillu dhe ju ka thonë, pejgamberi Zotit është shumë i lodhëm, shumë është, domethënë, i angazhuar çdo ditë. Andaj thot, mos e lodhni shumë pejgamberin me kërkesa, i thot grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Omer ibn Khattabi, sepse ka mundësi që Allahu azza wa jall ti thot atij liroj këto edhe ti zëvendësoj me më të mira se to. Një prej grave të pejgamberit alayhi salatu wasallam i thot Omer, pejgamberi është alayhi salatu wasalam është më prioritar në këshilla për neve sa ti. Allah azza wa jalla zbret surën një ajet surës Tahrim që lexoj Sufi në Yatsi, asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimatin deri në fund. Po Allah azza wa jalla thot, ka mundësi që Allah azza wa jalla të zëvendësoj me gratë të tjera të cilat janë më të mira se sa ajo muslimatin e deri në fund të ajetit. Pra, Omer ibn Khattabi e ka lutur Allahun azza wa jall dhe e ka qelluar në shumë gjëra, sikurse që është edhe në luftën e Bedrit dhe shumë të tjera, për arsye se ka qenë prej ibadetxhive të mëdhaj të Allahut azza wa jall, evliai i Allahut. Edhe Allahu subhanahu wa taala evliave të tij ndonjëherë ja mundson që ti qelloj gjërat para se me i marr vendimet për to, domethënë ja qellon në vendimet e duhura, i ndihmon Allahu xhalla wa ala, sikur se në këtë rast edhe Omer ibn Khattabit radhiyallahu ta'ala anhu. Pastaj Allah xhalla wa ala thot: "Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i s-sujud." E udhëruam Ibrahimin alayhi salatu wassalam an tahhira bayti, që të pastrosh shtëpinë time për Qabën nga gjërat e dyta që gjenden në të. Ulema e Islamit ka thënë të pastrosh për njerëzit që vinë për vizitorës, si thot Allahu, për një vend për ata që banojnë në Qabë, në Mekë, dhe për ata që bëjnë ruku dhe që bëjnë sejdë, pra i bëjnë ibadet Allahut, duhet ta pastrosh Qabën. Pra në këtë ajet po kuptohet që Qabja është ndërtuar, ndërsa më vonë vijnë ajetet se si e ka ndërtuar Ibrahimi me Ismailin alayhim assalam. Pra nga kjo ajet ulemaët e tefsirit thonë që Ibrahimi alayhis salam e urdhëron Allahu që ta pastron Qabën për namazlit, për ibadetxhit,
Gjithashtu e urdhëron disa tefsirologë thonë që ta pastrojnë nga idhujt që kanë qenë prej kohës së Nuhut alayhis salam. Edhe pse nuk ishte e ndërtuar qabja, çdo pejgamber e dinte se ku është qabja dhe vendi i shenjtë. Çdo pejgamber e dinte se ku është vendi i shenjtë dhe shkonin dhe i bënin ibadet Allahut subhanahu wa taala. Kur devijuan njerëzit prej kohës së Nuhut, filluan me putna dhe Allah azza wa jalla urdhëron Ibrahimin që t'i largoj dhe pastaj të vjen deri te ndërtimi i qabës. Pastaj Allah azza wa jalla thotë: "Qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila 'adhabin nar wa bi'sal masir." Allah azza wa jalla pastaj i thotë, na tregon në këtë ajet ku i thot Allah azza wa jalla: "Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina." O Allah, bëre këtë vend të sigurt. Nuk ka vend më të sigurt sa me i ka dashur Zot. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: prej kur e ka kriju Allah azza wa jalla qiejt dhe tokën, e ka bërë të shenjtë Mekën. Prej momentit që i ka krijuar qiejt edhe tokën, e ka bërë Mekën të shenjtë. Jo pejgamberi, më thon sikurse në Medinë që ka thënë Medina është e shenjtë prej këtu deri këtu, është ligj prej Allahut azza wa jalla nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dërsa qabën hala pa i krijuar, mos i ka krijuar qiejt edhe tokën, e ka bërë të shenjtë, hala pa e zbrita Ademit alayhis salam në tokë. Qabën vendin Mekën e ka bërë të shenjtë, hala pa e zbrita Ademit alayhis salam në tokë. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, e ka bërë të shenjtë Allah azza wa jalla Mekën deri në ditën e gjykimit, pra në të nuk lejohet vrasja, nuk lejohet lufta, nuk lejohet kputja ose prerja e pemëve, nuk lejohet friksimi i kafshëve dhe e njerëzve, nuk lejohet marrja e gjysendeve që i gjenë në tokë përveç se me marrë me lajmëru dikën, nuk lejohet me marrë dhe me shtin xhep. Domethënë në asnjë formë nuk lejohet, sepse është vend i shenjtë. Një prej sahabëve ka thonë: "Ja Rasulullah, illa al-idkhir", përveç pemës idkhir, për arsye se në to farkatarët e kanë ndez zjarrin me to dhe është lloj parfumi, ka thonë, përveç pemës idkhir, e cila lejohet me u kput, me u pre dhe me u marr për të ndez zjarrin dhe për me ndërtu parfima ose për industri. Tjerat nuk lejohet, përveç atyre të cilat domethënë janë mbjell nga dora njeriu që lejohet kputja e tyre dhe zëvendësimi i tyre. Pra Meka i ka domethënë statistikat e veta, i ka obligimet e veta, i ka veçëritë e veta, që Allahu xhalla wa ala ja ka dhënë prej kur e ka krijuar qiejt edhe tokën dhe nëpërmjet duas së Ibrahimit alayhis salam, ku Ibrahim alayhis salam tha: "O Allah, bëre këtë vend të sigurt." Dhe kush futet në to është i sigurt. Kush futet në Mekë është i sigurt dhe nuk friksohet për asgjë, sepse Allah azza wa jalla ka bërë këtë vend të sigurt. Pastaj ta warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Edhe o Allah, furnizoje me fruta, pemë dhe perime gjithë ata të cilët e besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit. E besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit. E Allah azza wa jalla i tha Ibrahimit: "Wa man kafara qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila." O Ibrahim tha, tu ka pranu duaja. Po edhe ai që nuk më beson mua ku më furnizo. Jo vetëm ata që beson Allahun dhe ditën e gjykimit. Subhanallahu, sa i mëshirshëm është Allahu me robët e tij. Ja pranoi Ibrahimi duan që i tha edhe mbrana Mekës, ku më furnizo me fruta gjithë ata që besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit. Po edhe ata që se besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit dhe do t'i afatizoj deri në një afat të saktuar, pastaj do t'i dënoj me zjarr të ndezur fort. Me zjarr të ndezur fort, sa dënim poshtrues është ai, thot Allahu subhanahu wa taala. Pra Allahu xhalla wa ala ja ka pranuar Ibrahimit këtë dua të dashur vëllezër, e këtë dua Ibrahimi alayhis salam kur e ka bë? Këtë dua Ibrahimi alayhis salam e ka bë të dashur vëllezër kur e ka lënë Haxherën dhe Ismailin në Çave. Prandaj duhet të kthehemi në mbrapa për ta shpjeguar se si ka deri te kjo çështje. Allahu xhalla wa ala na tregon për obligimet që ja ka dhënë Ibrahimit dhe i ka kryer me përpikëri. E një prej tyre ka qenë shkurja me gruan e tij, Haxherën dhe Ismailin dhe lërja e tyre në shkretir. Ibrahim alayhis salam ka qenë duke jetuar në Quds Sharif, në Palestinë.
Allahu Jalla wa Ala e urdhron që ta merr familjen e tij, Haxherën, edhe të shkon me Ismailin në Qabe. Qabe në atë kohë Mekka s'ka qenë e banuar, ka qenë shkretëtir, as ka pas ujë, as kur gjë hiç. E ka marrë gruan e tij, e ka lënë me Ismailin në Mekë, edhe është kthy mbrapa. Është kthy. Sikur se nuk po ndodh asgjë. Me spjegu me fjalë është e lehtë. Me qit në praktik nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë me marrë familjen, fëmijën, me shku me la me një vend që ti nuk e din se çka do ndodh me ta. Nuk është e lehtë me la me shkretir familjen. Allah Azza wa Jalla ka urdhëruar, e ka zbatuar me përpikmëri për këtë thamë në dersën e kaluar, që ne duhet me ngjasu Ibrahimit, i cili të gjitha urdhrat e Allahut i ka çuar në vend pa bë fjalë. Jo me ju ngjasu e bën Israelëve që ne i kemi sigurisht në mëri dersësh, të cilat i kanë mohu të gjitha argumentet e pejgamberëve, sidomos Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ose të paktën me ngjasu Ademit alayhis salam, i cili besimtar i fortë shumë, bëri gabim, u pendu u kthy tek Allah subhanahu wa taala. E për këtë Ibrahimi alayhis salam e ka çuar urdhën e Allahut në vend. Gruaja e tij ka vrapu pas tij, ka kapur tesha dhe i ka thonë: "O Ibrahim, ku po na lën? Ku po na lën as shkretin? S'ka kur gjë, në një jetë një pemës. Kur gjë s'ka njeri, s'ka ujë, s'ka." Derisa Ibrahimi nuk është kthy, derisa Haxheria alayhis salam i ka thonë: "Allahu të ka urdhëruar." Allahu ka urdhëruar, ka thonë po. Onal ka thonë: "Ma qenë se Allahu të ka urdhëruar, Allahu nuk na humb." Allahu nuk na humb. Ata merr menja që Ibrahimi alayhis salam nuk është mërzita? Jo mërzit. Sepse i kalon duke qenë i fortë, duke mos ju dhënë atyne arsye për të mërzit. Po më njëherë sa ka shku larg, edhe u fut prap një shkëmbi, ka bë do. Është nal, është kthy kaçabja, edhe ka bë do për ta ku Allah Azza wa Jall na tregon në surën Al-Mu'minun, ku Allah Azza wa Jall thotë: "Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram." Këtë dua bën Ibrahimi alayhi salatu wassalam, ku i thotë Allah Azza wa Jall surën Ibrahim ajeti 37. O Allah, inni askantu, e lash familjen time në shtëpia jote, tek Qabeja, tek një vend, tek një luginë e cila s'ka as bim as ujë as kurgjë. Inde bejtik el muharram, tek shtëpia jote, tek Qabeja. Për çfarë arsye? Thot Allahu Azza wa Jall: "Rabbana li yuqimu s-salah." O Allah, i lash që ta falin namazin. I lash që ta falin namazin, fej'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhim. Bëret që njerëzit e tjerë të dynden rreth tyre në Qabe, të dynden, të mjaftë synë atyre. E ka bë dua Allah Azza wa Jall, pastaj thot: "Warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun." Edhe o Allah, jep ju atyne rrezik nga pemët dhe perimet, la'allahum yashkurun. Doshta janë falendërues ndaj teje. Dashur vëllezër, shkak i lutjes së Ibrahimit alayhis salam, Allahu Azza wa Jall ka bërë që në Mekë të jenë lloj fruta. I kam hetë sur tregjet e Mekës, sepse kam jetuar 7 vite, alhamdulillah, në studime. Nuk ka frute që nuk ekziston në tregjet e Mekës. Unë për veti ka frute që nuk e dish atë çka do të më i bëj atij. Të s'di çka do të më i bëj, do të më hamra me qiu, a do të më shtryll. Atë shumë ka për shkak duas së Ibrahimit alayhis salam që e ka bërë. O Allah, furnizoi me fruta, me pemë dhe perime. Sa që ka ardhur Imam Kurtubiu rahimullah, bën një ether në tefsirin e tij, kur e ka bërë Allah Azza wa Jall, kur ja ka pranuar duan Ibrahimit, e ka urdhëruar Xhibrailin alayhis salam që ta shndroi Taifin në vend ku bëhen pemët dhe perimet dhe që vinë në Mekë pastaj. Prej Shamit e ka shndruar, ka bërë tawaf Sham Taif dhe për këtë quhet Taif, sepse yatufu biha. Taif do të më bë tawaf. Quhet qyteti Taif. Allahu Jalla wa Ala të ka urdhëruar Xhibrailin që ta shndroi Taifin në vend i cili bëhen pemë dhe perimet në mënyrë që të furnizohet Mekka me to. Edhe Allah Azza wa Jalla ka pranuar duan e Ibrahimit alayhis salam. Mas një periudhe kohore,
ndodh që i harxhohet uji Haxherës. I harxhohet uji. Kur i harxhohet uji, djalin e kon të vogël Ismailin. Del edhe me lyp uji, vrapon në login, shkon në kodrën Safa, që është sot në mbrana të Qabës. Me lyp njerëz, s'ka njerëz. Zbret prap në login, vrapon prap në Marwa. Prap s'ka njerëz, bën ta 7 herë. Safa dhe Marwa që haxhia ka obligim. E ka obligim me vrapu dhe me hec ka hec Haxherja. Ka hec Haxherja sepse nanë e pejgamberit, grua e pejgamberit. E ka bë Allah subhanahu obligim, haxh e ka bë. Me vrapu dhe me hec në Safa dhe Marwa ka hec Haxherja alayhi salam. Kur kthehet në 7 herë gjen Xhibrailin alayhi salam tek Ismaili dhe i thot ndal dhe e fut krahun e tij Xhibril alayhi salam në rër dhe del Zemzemi, uji i Zemzemit. Dhe ajo e afron me duart e saj në mënyrë që mos të shpërndahet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith, Allahu e mëshiroft nënën e Ismailit, sikur talente Zemzemin mos ta grumbullonte, do të ishte lum i cili do të rrjate. Do të ishte lum. Dhe pastaj i thot Xhibril alayhis salam mos u frikso, sepse Allahu xhalla wa ala do të bën që ky fëmijë do të rritet dhe me babon e tij do ta ndërtoj qabën në këtë vend. Do ta ndërtoj qabën në këtë vend. Dhe pastaj fisi Jurhum, që janë arabët esencial të Jemenit, kalon pranë atij vendi dhe i shohin disa zogj duke u sjell në lartësi, dhe ata të cilët janë njerëz të shkretirës e din, edhe llojet e zogjve thonë ky zog nuk sillet vetëm se në një vend ku ka ujë. Vetëm në një vend ku ka ujë, afrohen dhe e gjejnë Haxherën dhe Ismailin alayhi salam të pranë ujit dhe kërkojnë leje që të afrohen tek ai ujë dhe të marrin prej tij, thonë jeni të lejuar që të afroni, të jetoni, mirë po uji është i joni. I thot Haxherja. Ata pranojnë dhe rritet Ismaili alayhis salam, e mëson gjuhën arabe prej tyre, arabizohet Ismaili alayhis salam dhe martohet me një prej vajzave të fisit Jurhum. Pas një kohë Ibrahim alayhis salam i viziton, vdes Haxherja alayhis salam, vdes në Mekë, ndërsa vjen Ibrahim alayhis salam për ta vizituar Ismailin. Traket në derë, del gruaja e tij. Nuk e njeh kush është Ibrahim, se njeh. Thot, ku është Ismaili? Thot, ka dalë në gjuhë e tij. Thot, si po jetoni, si është halli, si e keni jetën, si e keni raportet me vetë baba për fëmijën e vet, për vjerë i ka drejt me vetë rejen e tij. Qysh po shkoni, ç'i keni punë me idare? Çfarë thot gruaja e Ismailit? Thot, wallahi shumë vështirë. Kiamet ja bën Ibrahimit alayhis salam, thot, fukar Allah ke madh, s'kem çka me hangër, çka me pi. Thot, më zvet, më nxip ja dal me diçysh. Thot, kur vjen burri, bëni selam shumë, e thuj ndroi pragën e shtëpisë. Ka ardhur Ismaili alayhis salam prej gjuetis dhe e takon, thot, a ke dikush në vizitë? Thot, po, ke thot një plak, me këtë bardhë, shumë i bukur. Thot, kërkoj, edhe tha, mos lana i porosi, tha po, tha ndroi pragën e shtëpisë. Tham tha, më ka urdhëruar me të shoh ty, shko te shtëpia jote. Me isharet e mirën vesh njerëzit e mençur. Njerëzit e mençur me isharet e mirën vesh. S'ka nevojë me bë uzmun të madhe për me tregu ty që një punë dush me kry. Po nuk bën me marr vesh këtë dynjaja se bëhet hallakam. I ka thënë thuj ndroj pragun e shtëpisë, sepse gruaja është pragu i shtëpisë. Qofse pragu është i mirë, edhe shtëpia ka me qenë e mirë. S'është pragu i mirë, është ankuese, është domethënë ajo e cila nuk e din si ta menaxhoj shtëpinë e saj, ka më shumë probleme edhe për burrin e saj. Mirë, po kjo nuk do të thotë që ne tash njëri tjetër mi thon pragun e shtëpisë, as ti asun si na Ibrahim e Ismail, sepse pragu i shtëpisë ka mundësi është i mirë, ama ne jemi të kalbur. Me pas parasysh. Pragu është shumë i mirë, ama ai shtylla e pragut që duhet me qenë është i kalbur. Dhe pastaj martohet me një grua tjetër, nga fisi Jurhum. Dhe pastaj prapë vjen Ibrahimi alayhis salam në vizitë. Prapë nuk e gjen, prapë ja bën të njëjtat pyetje. Dhe ajo ka qenë besimtare mirë, thotë elhamdulillah, tonat mirat i kem, Allah na ka çu bereqet, na ka çu rrezik. Tonat mirat si besimtar jem. Atër Ibrahimi thotë bëri selam dhe thuj ruje pragun e shtëpisë, ruje pragun e shtëpisë, se këtë prag do të më rujt. Atër Ismaili thotë më ka thonë që me të mbaj ty për ndryshe, me më pa thonë ndrohë pragën, apet e është dashtë në ndrohë,
pragun e shtëpisë. Ky ka qenë Ibrahimi a.s. Kur vjen për herën e tretë, e gjen Ismailin a.s. duke I rregulluar shtizat e tij pranë ujit Zemzem. Dhe I thot Ubirim, Allah Azza wa Jalla më ka urdhëruar që me një urdhër, thot vetëm urdhëro sepse ne kemi zbatuar me lejen e Allahut, thot më ka urdhëruar me ndërtuar shtëpinë e tij Çabën në këtë vend, pra e bën me dije ku është Çabja dhe fillojnë me ndërtu Çabën, wa idh yarfa Ibrahim. Allah Azza wa Jalla thot wa idh yarfa Ibrahimu al-qawaid min al-bayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Fillojnë me ndërtu Çabën. Dhe duke ndërtu Çabën bojnë dua, o Allah, pranojna këtë shtëpi që ne po bëjmë për ty. Innaka anta as-sami'ul alim. Ti je gjithë shikuesi, gjithë dëgjuesi. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. Dhe I thot, o Allah, bona neve, të jem të bindur ndaj Teje. Të jem musliman të sinqert, të bindur ndaj Teje, ndaj urdhrave tua, dhe ndaj familjarëve tonë, edhe familjet tonë e bëni që t'jenë të tillë, ummeten muslimeten lek, që t'jetë ummet I dorëzuar para Teje, wa arina manasikana wa tub alejna, innaka anta at-tawwabur rahim, edhe tregona ibadetet se si bëhen ato. Si bëhen ibadet Allahut Azza wa Jall, si bëhet ibadet atij, wa arina manasikana, dhe kallzona haxhin, tregona se si bëhet haxhi, innaka anta at-tawwabur rahim, sepse Ti je I cili pranon pendimin dhe je mëshirues. Duke ndërtu Çabën dhe duke bërë dua. Pra njerëzit më të sinqertë të Allahut Azza wa Jall, njerëzit më të lartë, më të ngritur tek Allahu, bojnë dua për punën që janë duke e bërë. Që do të thotë se ne si musliman, çdo punë që e veprojmë, duhet me lut Allahun Azza wa Jall për dua që na I pranon ato punë. Përndryshe, ne nuk I ngjasojmë Ibrahimit dhe Ismailit, të cilët kanë bërë dua gjatë ndërtimit të Çabës. Sa herë që e kanë ndërtu, e kanë bërë dua Allah që t'ja pranoj këtë punë, t'ja udhëzoj familjet e tyre, t'i udhëzoj ummetin e tyre dhe t'i bëj për atyre të cilët ja kanë frikën Allahut Azza wa Jall. Derisa kur ngritet në nivelet larta ndërtimit të Çabës, nuk mund me arrit ma Ismaili Ibrahim a.s. I afron me kamë Ibrahim një guri I cili në ta është hyp Ibrahimi dhe e ka ndërtu Çabën, sa që thuhet, sa që është ngrit Çabja, është ngrit edhe guri përpjet, dhe këmbët e Ibrahimit a.s. kanë qenë në të, gjithsa njerëzit duke e prek, pastaj çdo herë ja kanë largu gjurmët e Ibrahimit a.s. e që mëkami Ibrahim ka qenë I ngjitur për Çabës, në kohën e Umerit radhiyallahu ta'ala anhu, është largu në atë vendin ku është sot, dhe të cilën domethënë muslimanët falen prapa tij. Edhe Allah Azza wa Jall pastaj, pasi që e ndërton Çabën Ibrahimi a.s. e dërgon Xhibrilin me ia tregue ibadeti se si bëhet, adhurimi se si bëhet. I thot bën tavaf 7 herë, fal namaz mas mëkami Ibrahimit, shkon në Safa dhe Marwa, pastaj I tregon ku është Mina, ku është Muzdalife, ku është Arafati, ja tregon të gjitha çështjet e haxhit, pastaj Jamratul Aqaba, se si gjuhet gurt guralecet, se si e ka gjuajt shejtanin, alayhi la'natullah, ja ka tregu haxhin komplet, se si bëhet haxhi, se si bëhet ibadet Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe pastaj ashtu siç e dini Allah Azza wa Jalla urdhëron që t'i thren njerëzit për haxh, ashtu siç do vjen edhe në surën Haxh, ku I thot Allah Azza wa Jall, Allahu I thot Ibrahimit, po ku më thirr s'ka njerëz, s'ka kush vjen me bë haxh. Thot ti thirri, e obligimi im është me ia dërgu aty në ftesën. Për këtë ka në hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur I ka thirr Ibrahimi alayhis salam njerëzit me shku dhe me bë haxh, edhe kodrat janë ul, edhe ju kam rri zani të gjithë njerëzve deri në ditën e gjykimit. Edhe çdo njeri në mitrën anë, sa dhe çka ka me ardhur deri në ditën e gjykimit ju ka shku thirrja. Ju ka shku thirrja. Ai I cili I përgjigjet thirrjes,
ka me bë hax. Ai që ju ka përgjigj thirrjes së Ibrahimit, lebejk Allahumma lebejk, përgjigjem ty o Allah, përgjigjem, ka me bë hax. Aq herë sa ju ka përgjigj thirrjes, aq herë ka me bë hax. Aq herë ka me bë hax. Elusmi Allahun azza wa jall që të na mundsoj vizitën e Çabës, vizitën e haxhit, bërjen e haxhit. Elhamdulillahi rabbil alamin, që Allah azza wa jall na ka bë pjesë të këtij umeti që i kum përgjigj thirrjes së Ibrahimit alayhis salam, na ka bë të tillë që neve mi u përgjigj thirrjes së Ibrahimit për haxh, mi u përgjigj për umre, mi u përgjigj për islam, mi u përgjigj për iman. Ky është deri më i madh që Allah azza wa jall na i ka bën neve si besimtar dhe ne ka bën neve si popull. Nuk ka nder më të madh, nuk ka vlerë më të madhe se sa Allah xhalla wa ala me na i bë të mundur imanin, besimin, fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, me qenë pjesëtar të dini, me qenë pjesëtar të miletit të Ibrahimit alayhis salam dhe përgjegjës i thirrjes së Ibrahimit alayhis salam. Dhe kështu vazhdon tregimi ku Allah subhanahu wa taala pastaj na tregon edhe në ajetet në vazhdim se si ata janë lut për njëri tjetrin, se si janë lut që të dërgojë Allah azza wa jall pejgamber nga mesi i tyre deri në ditën e gjykimit, që t'ja mësoj udhëzimin, t'ja mësoj rrugën e drejtë, ku ne do të shohim lenë Allah azza wa jall në dersën e radhës se si Allah azza wa jall ja ka përgjigj prap lutjes së Ibrahimit për dërgimin e pejgamberëve me urtësi dhe me njerëz të cilët i thrasin njerëzit në rrugën e drejtë, në rrugën atyre që Allah azza wa jall është i kënaqur, dhe jo në rrugën atyre të cilët Allah është i dhëruar. Pastaj ndërtimi i Çabës ka vazhduar edhe në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, saqë mushrikët e Mekës i kanë zgjedhur parat më të mira që i kanë pas për ta ndërtuar Çabën, sepse është shem nga vërshimet, dhe pastaj kur e kanë ndërtuar ashtu siç ka qenë në kohën e Ibrahimit, kanë qenë të kacafytur mes vetes se kush më vendos gurin e zi në vendin e vet. Kanë thonë ai që futet i pari në xhami, ai do ta vendos. Ka u shtfut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ende pa qenë pejgamberi i Allahut, dhe ka marrë një qershaf të madh dhe ka fut gurin në mes dhe i ka thonë të gjitha fiseve kapni nga një anë, dhe vetë ka marrë dhe ka vendos në vendin e tij. Dhe pastaj gjithashtu është ndërtuar në kohën e Abdullah ibn Zubairit dhe Abdul Malik ibn Marwanit, dhe pastaj vazhdon, domethënë historikisht, se si është ndërtuar, domethënë kohë pas kohe është rinovuar Çabja, ndërsa guri i zi kur e ka përfunduar Ibrahimi alayhis salam përfundimin, ja ka dhënë një guri prej xhenetit dhe ja ka vendosur në vendin e vet. Ndërsa thuhet nga ulemat e tefsirit që Çabeja Ibrahimi alayhis salam i ka ngrit themelët, ndërsa vendi i shejt ka qenë prej kohës së melajkeve, kur nuk i bënë sejdë Ademit alayhis salam. Allah azza wa jall thuhet në një ether që i ka urdhëruar me marr Beitul Ma'murin mbi 7 qije me vendos në Çabë dhe me i bë tavaf, derisa pastaj ja kanë ngrit prap në Beitul Ma'mur, ashtu siç ka ardhur në ethere, për shkak se me lajket kur nuk i bënën sejdë Ademit alayhis salam u penduan nga gabimet që bënën tavaf rreth arshit të Zotit, derisa Allah që i kënaqur me to, pastaj i urdhëroi që të ndërtojnë Çabën në tokë dhe ju tha që ndërtonë një shtëpi time në tokë që njerëzit bëjnë tavaf në mënyrë që unë të jemi kënaqur me ta. Thuhet që gjithashtu e ka ndërtuar Ademi alayhis salam i pari, kur e ka zbrit Allah azza wa jall në tokë, ka thënë shkon ndërtoj shtëpinë time në Çabën. Thuhet gjithashtu që e ka ndërtuar Shith ibn Nuh, djali i Nuhut alayhis salam. Gjithashtu thuhet që Ibrahim alayhis salam ka qenë i pari i cili ka ngrit themelët e saj, ndërsa si vend i shejt ka qenë i të gjithë pejgamberëve, sepse tha gjithashtu në Imam Kurtubiu në tefsirin e tij që çdo pejgamber i cili nuk e ka besu populli i tij, kanë ardhur dhe kanë bërë ibadet në Çabë derisa i kanë zonë vdekja, e që thuhet numri i tyre ka qenë mbi 90 pejgamberë të cilët kanë ardhur dhe e kanë vdekur afër Çabës. Allah azza wa jall qoftë i kënaqur me ta dhe na bashkëpunojë me ta në xhenetin e tij. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.